Na I kemi 10 deri në 14 miliard ton linjit. Po veç vrejnë me kujdes. 10 deri në 14 është dallim I madh. A I kemi 10 a 14. Nëse I pyet ekspertët, thojnë shifrat ndryshme për 10 deri në 14. Kena me ndo 50 milion euro në mandatin e ardhshëm që me e bo një skanim të gjendjes së të gjitha burimeve natyrore të Kosovës. Na e dim për shembull çka kemi mbi tokë, çka kemi në sipërfaqe, por nuk e dim çka kemi nën tokë. Ne do të me bo një analizë të burimeve tona. Edhe me marrë vesh, a I kemi 10, a 12, a 14 miliard ton linjit. Edhe me këtë rast, do të bojmë gasifikimin e linjitit. Gasifikimin e linjitit mund të bojmë me metoda moderne, dhe në këtë mënyrë kena me pas situatën në të cilën dhe në 30% të energjisë mujna me eksportu, vetëm 7% I bjen dikun me marrë import në periudat caktume, po 30% kena mund me eksportu, por përfshi këto dhe burimet e energjisë ripërtrishme, edhe ngrohjem përmes kogenerimit. E kena modernizu termocentralin Kosova B, njësin 2, ja kena shtu 35 MW, për herë të parë është boj investimi më I madh 58 milion euro, me mjete vetanake të kekut, për I fitimeve që ka pas, edhe ju ka shtu jetë gjatësia. Do të vazhdojmë me modernizim të termocentralit Kosova B, do të bojmë rehabilitime të termocentralit Kosova A, me çrast ky rehabilitim ka me I sjell edhe një 200 MW termal për kogenerim për ngrohje. Mandati I ardhshëm do të jetë mandati I digave, I hekurudhave edhe I kapaciteve energjetike me prioritet do të merrem me këtë gjë.